Hetimet intensive dhe të shpejta zbardhën ngjarjen e rëndë të ndodhur në orët pas mesnatës së 26 shtatorit 2025 në aksin rrugor Nivic Salari, ku humbi jetën shtetasi italian ES, 44 vjeç. Trupi i tij pa jetë u gjet në vendin e quajtur Qafa e Dilanit, në territorin e Tepelenës. Policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim shtetasin Kamber Sulçaj, 48 vjeç, banues në fshatin Mesaplik, Vlorë. Ai akuzohet për veprat penale, vrasja në rrethana të tjera cilësuese, kryer në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, mbajtja pa leje e armëve dhe municionit, prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Por si ndodhi ngjarja? Nga hetimet rezulton se Sulçaj është konfliktuar fillimisht verbalisht me viktimën dhe shoqëruesit e tij për motive të dobta. Pas debatit ai dyshohet se ka qelluar me armë gjau drejt automjeteve dhe personave, duke shkaktuar vdekjen e 44 vjeçarit italian. Në vendin e ngjarjes u sekuestruan automjetet e viktimës dhe shoqëruesve të tij, si dhe 2 armë gjau. Në një stan mes fshatrave Nivic dhe Bolen u gjetën të fshehura automjeti dhe veshjet e përdorura nga autori, si dhe një çantë me pajisje optike dhe elektrike. Në banesën e tij dhe të familjarëve në Mesaplik në Vlorë, policia gjeti dhe sekuestroi 2.5 milion lek, 3 armë gjau në municion luftarak, 450 fara të dyshuara kanabisi, 2 kasaforta të mbyllura. Ngjarja po hetohet nga Prokuroria e Gjirokastrës në bashkëpunim me ekspertë të Drejtorisë Vendore të Policisë dhe të Departamentit të Policisë Kriminale. Policia po vijon operacionet në teren për kapjen e autorit në kërkim.